Në prag të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, alpinistët kosovar po përgatiten për ngjitje tradicionale në majën e Gjeravicës, e cila do të realizohet me 15 shkurt. Alpinisti Agim Idrizi thotë se kjo ngjitje tashmë është bërë traditë, ndërsa realizimi i saj në prag të festës së pavarësisë i jep një domethënie të veçantë, duke e lidhur aktivitetin sportiv me shënimin e një prej datave më të rëndësishme për vendin. Aktivitetin në radhës besoj se do ta bëjmë ditën e diell me datë 15, 2 ditë përpara, për shkak të punës që kanë shok, do ta bëjmë majën e Gjeravicës, majën më të bukur të Kosovës, majën e dytë më të njohur treva shqiptare pas Izersës, e cila ka një lartësi mbi detare prej 2656 metrave, është mbuluar me borë dhe besoj që ka mbi 2 metra borë. Kështu inshallah kem fat edhe kryejm për 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Është bjeshka e festave. Alpinisti Idrizi shprehet se është kënaqësi që këtë përvjetor ta shënojnë nga maja më e lartë e Kosovës. Gjeravicën bëjmë edhe zakonisht kështu, mirë po kënaqësinë e madhe ka ta bëjmë për festën e pavarësisë Kosovës. Do të thonë 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Është ditë e shenjtë, është dita më e rëndësishme e kombit, përgjithësi, sidomos neve shqiptarëve të Kosovës dhe shtetit të Kosovës, Republikës Kosovës. Kështu, përmes këtij aktiviteti simbolik, 18 vjetori i pavarësisë pritet të festohet ndryshe nga lartësitë e Gjeravicës.